Si mund të fitojmë kundër inatit? Në temën e sotme do të flasim se si mund të kuptojmë inatin e personit tjetër, si mund të mos keq kuptohemi me personin tjetër dhe si në rastin kur ndryshojnë rolet, kur jemi neve të cilët po përballemi me inatin e tjetrit, si të reagojmë. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim Kristina Fundo. Kemi parë se si njerëzit bëhen armiq me njëri tjetrin, shumë shpesh në Shqipëri sidomos ndodh shumë shpejt, por jo vetëm në Shqipëri, kudo. Kjo ka disa arsye dhe sjell edhe disa pasojë. Neve do të merremi me shkakun edhe me pasojën, njëkohësisht. Gjendemi shpeshherë në disa situata dhe mund të keq kuptojmë njëri tjetrin në momentin kur neve kemi një pyetje në mendjen tonë, pra që duam të marrim një vendim. A e dini se cila është gjithmonë përgjigja e saktë? Përgjigja e saktë është gjithmonë e dy anshme, mirësi e dy anshme. Për të ditur se kush është reagimi i duhur që neve duhet të bëjmë, duhet të kemi këtë koncept bazë i cili është mirë për të dy anët. A është ky reagim që unë po bëj, që unë vendos të bëj, a është i mirë vetëm për mua dhe ndërkohë po dëmton personin tjetër? Pra nëse unë e fyej dikë tjetër sepse më ka ngritur nervat, a është ky reagimi i duhur që unë të ndihem mirë me egon time dhe të ndihem si e pathyeshme, ose unë të mos u merr më me mua, mos ma bëj më këtë situatë? Ky është një problem shumë i madh i egos dhe nuk është gjëja e duhur. Kjo është vetëm një dobësi e egos së një personi. Nuk është vetë personi, është një dobësi e tij. Në momentin që reagon në një mënyra e të fortit, le të themi, atëherë është një dobësi shumë e madhe dhe që shikohet edhe pa filtra. I keni parasysh ato syzet me filtra të cilat tregojnë një realitet tjetër për ta parë sa më të thellë të realitet. Nuk ka nevojë për filtra për të kuptuar dobësinë e një personi tjetër që nga mënyra se si reagon në çfarëdo lloj situate. Është në një situatë në të cilën ka pushtet dhe do që të tregoj forcën, do që të tregohet arrogant kundrejt kësaj situate, problem me egon. Është një situatë tjetër në të cilën po përballet me një person i cili po i bërtet në fytyrë dhe që po e bën po mundohet që ta uli, pra është e kundërta e kësaj situatës parë. Në momentin që reagon edhe mund edhe të shkojë edhe në diçka akoma më të fortë, është problem me egon, është dobësi. Dua që të shpjegoj këtë situatë, cili është vendimi që neve duhet të marrim në momente të tilla vështirësie, në momente të tilla ku inati duket sikur mbizotëron edhe sikur do të fitoj dhe do të krijoj përveç të gjithave vetëm një kaos të madh, as zgjidhje, as ndihmë për egon tuaj, keq për egon tuaj, as ndihmë për rrugën e shpirtit tuaj që është gjetja e paqes dhe gjetja e dritës. Jemi në këtë jetë vetëm për të gjetur paqen, për të kërkuar paqen, për ta rigjetur edhe për ta shpërndar paqen. Nuk është qëllimi jon që të tregohemi të fortë. Sa më të fortë të tregohemi nëpërmjet dhunës edhe nëpërmjet agresivitetit, aq më të dobët realisht jemi. Cila është ajo zgjidhja që neve duhet të kemi parasysh në çfarëdo lloj situate? Vendimi që neve duhet të marrim përpara se të reagojmë, duhet patjetër të kalojë nëpërmjet një filtri për të ditur nëse është apo jo vendimi i duhur, reagimi i duhur që neve po bëjmë. Ky filtr është: a është ky veprim që unë do flas tashi, unë do marr një veprim, do bëj diçka tani, a është e mirë për të dyja palët? Nëse nuk është e mirë për të dyja palët njëkohësisht, nuk është vendimi i duhur. Pikë. Është shumë e rëndësishme që të kuptohet ky koncept sepse duke mos e kaluar këtë filtrin dhe duke kaluar direkt, pra duke i bërë skip këtij filtrit, janë bërë mosmarrveshjet më të mëdha, janë bërë njerëzit armiq me njëri tjetrin, janë vrarë, janë therrur, kanë ndodhur 1 milion luftra vetëm për arsye të kësaj filtri, heqjes së këtij filtrit. Pra, ai reagim që unë do të bëj, a është i mirë për të dyja palët apo po dëmton njërën palë dhe po e nxjerr palën tjetër më lart? Pra, jemi në disbalancë. Nëse duam që të nxjerrim palën tjetër keq, qofshim neve pala e parë ose pala e dytë e cila po i hakërre dikush. A jemi me reagimin ton, a jemi këtu, pra neve po na nxjerr këtu, ose personi tjetër është këtu dhe neve po na nxjerr këtu, poshtë, pra sikur po e ha, apo është në këtë disbalancë? Është e njëjta gjë. Çfarëdo lloj disbalance është e njëjta gjë, është i njëjti kuptim, është gabim. Nëse drejtësia që neve vendosim, reagimi që neve vendosim që të marrim në atë moment kritik, na bën mirë të dyja palëve, atëherë ky është vendimi i duhur. Duhet të keni disa parime përballë situatave
që përballeni në jetë. Situatat vijnë vetëm për të na përmirësuar, janë teste të cilat vijnë drejt nesh për të përmirësuar atë gjë që neve nuk e kemi përmirësuar brenda nesh. Nëse një situatë neve na bën që të reagojmë, pra kemi një impuls drejt një situate të caktuar, do të thotë që kemi një problem për të rregulluar brenda vetes tonë. Gjithçka vjen së brendshmi. Nuk ka asnjë situatë jashtme e cila nuk është brenda nesh e sëmur, pra nuk është një pjesë brenda nesh e sëmur që neve do na bëjë të reagojmë kundrejt diçkaje. Le të marrim rastin e adoleshentëve. Nëse një adoleshent bullizohet, nëse i thuhet ti nuk vlen, ti je i shëmtuar, ti e ke veshin e madh, ti e ke hundën e madhe, ai person që nuk e ka krijuar akoma karakterin e vet, pra adoleshentët kryesisht nuk e kanë krijuar akoma karakterin e vet të fuqishëm, do të thotë që ndikohen nga ato fjalë. Pra ndikohen shpirtërisht nga ato fjalë. Dhe çfarë do bëjnë? Do reagojnë, do kundërpërgjigjen, do bëjnë shërre dhe ndodhin këto situata të cilat neve gjendemi sot i gjejmë këto situata. Sot janë të prekshme, janë të dukshme. Nëse mua sot më thuhet je shëmtuar, nuk më pëlqen zëri jot, nuk më pëlqen çfarë do lloj gjë, nuk më pëlqejnë flokët e tua. E vetmja gjë që unë do të bëj, do them, ok, bravo, shumë mirë, në rregull, jemi ok, nuk më intereson. Dhe është kjo ajo që unë ndjej. Pse? Sepse unë nuk e kam atë pjesën e sëmur brenda meje që unë të prekem nga bullizimi i tjetrit. Kjo do kohë edhe do disa praktika për të përmirësuar dhe për të arritur prej një personi. Nuk mund të reagosh një lloj sikur je adoleshent, ashtu kur je edhe i rritur, sikur je i papjekur, ashtu kur je edhe i pjekur. Por hapësira ndërmjet papjekurisë, le të themi këtu jemi neve të papjekur dhe këtu jemi neve të pjekur. Kjo hapësirë këtu ndërmjet që të shkosh nga personi A në personin B, duhet të kalosh disa teste. Okay? Duhet të kalosh disa teste dhe këto janë ato teste të cilat mundet t'i kalojmë për një periudhë shumë të shkurtër në kohë nëse neve do praktikojmë këto rregulla dhe do vendosim disa filtra në mënyrën e reagimit ton për çfarë do lloj me situatat e jashtme që ndodhin, pra situatat që vijnë tek ne. Nuk mund të reagoj unë kundrejt bullizimit me formë agresiviteti. Nëse dikush ka një mendim të caktuar për mua, unë nuk prekem, unë e di vlerën time, unë e di që nëse për këtë person jam e shëmtuar, nuk kam qenë e shëmtuar për Zotin që më ka krijuar në atë formë dhe në këtë mënyrë. Nëse floku im nuk i pëlqen dikujt, i pëlqen Zotit që më ka krijuar dhe mendoj që kjo është më e mira për mua, kjo më shkon mua, atëherë kush është ai person që mundet të më bullizojë dhe që unë t'ja marr për bazë fjalët e tij. Nëse do kemi këtë filtr të cilën unë po e shpjegoj, atëherë shumë situata të cilat për fat keq kanë ndodhur nuk do të ndodhnin. Marrim një rast tjetër. Kemi një punonjës. Përgjatë një muaji ky punonjës ka patur problem me familjen, problem me pagesat, nuk ka arritur që t'i shlyejë të gjitha detyrimet në kohë dhe është në borxhe. Fëmia i vet ka marrë një 4 në shkollë, ndërkohë që ky po punon gjithë ditën. Ky punon në një zyrë. Në këtë zyrë neve duam që të drejtohemi. Ja ku jemi neve këtu. Ne po drejtohemi te kjo zyra këtu. Ky punonjësi ndërkohë ka të gjithë këtë barrën këtu. Neve po i flasim. Tuam që të zgjidhim një problem tonin. Çfarë na ka ndodhur neve, me çfarë backgroundi vim ne? Nuk na është zgjidhur një problem me letrat. Shkojmë tek një zyrë dhe kjo zyra na çon tek kjo zyra tjetër këtu. Një familjar na tha që është i sëmur. Jemi dy persona të cilët jemi me një background, kemi një ngarkesë emocionale e cila ndoshta nuk e kemi kuptuar, e kam shpjeguar në mësimin e parë në episodin 1, pse familjarët na lëndojnë më shumë. Dhe në këtë episod kam shpjeguar që janë ato gurët nën çorape për të cilin neve nuk marrim kohën e mjaftueshme sepse e kemi me nxitim dhe nuk marrim kohën për veten tonë, nuk e respektojmë veten tonë që të heqim gjëra të cilat nuk na hyjnë në punë, mbi të gjitha po na dëmtojnë. Jemi dy persona të cilët jemi të ngarkuar. Me gjithë të ngarkesën këtu, po i drejtohem këtij personit. Po i them, kam ardhur, kam bërë këtë. Vajta te kjo zyrë dhe më tha që duhet vi tek juve. Ky person më thot, shiko se nuk e kam unë për detyrë për ta bërë këtë. Po pse nuk e ke ti për detyrë? Ti merr rrogën për këtë gjë. Ti do merresh me rrogën time, ti do më tregosh mua punën, kujton se unë jam i pazotë dhe po të bëj ty, po të sorrollas më shumë. Mirë ta bëri që të kanë sorrollat. Çfarë do vi pasaj një përgjigje, nuk e di. Mos e shkruani në koment përgjigjen që do vi nga ky personi, okay? Kjo lloj përgjigje, ky lloj reagimi nuk është
as pak i shëndetshëm. Keni parasysh filtri numër 1, a është i shëndetshëm për të dyja palët? Nëse unë i drejtohem në këtë formë punonjësit personelit, a është e shëndetshme? Jo. Nëse personeli po më drejtohet mua në këtë formë, duke më kundërpërgjigjur, duke mos e kuptuar hallin tim, a është e shëndetshme? Pra, asnjë prej reagimeve të asnjërit prej personave nuk është i shëndetshëm. Si do ta shërojmë të pjesë tonën? Si do t'i heqim këto gurët që na ngjecin në përkpuc? Jam personi prap, jam personi i cili ka një problem dhe do që ta zgjidhi. Përshëndetje, si je? Mirë, faleminderit. Kam patur një problem me këtë letër, me këtë dokument. Kam vajtur në përzyra dhe më kanë sjell nga një zyrë tek tjetra. Të lutem, a marr dot përgjigje, a mundet që ta zgjidh, si mund më japësh një zgjidhje për këtë problem? Okej, i qet. Kjo do të thotë që unë vërtet i kam patur këto reagimet, por tashmë i kam fshirë. Pra, në këtë moment, unë nuk vi me këto situata, pra jemi të ndarë. Jam i ndarë nga këto situata. Në momentin kur unë përballem me një person, unë ndahem nga këto situata. Okej? Në momentin kur unë jam në punë, unë ndahem nga situatat e cilat më kanë ndodhur realisht edhe nuk mund t'i mohoj, por duhet të reagoj në një formë e cila mos të më shtoj akoma probleme këtu. As mua, as personi tjetër, mos t'i shtojmë pra këto, mos t'i rëndojmë këtë peshën e këtyre mendimeve, por t'i vendosim një ndarje. Pra jam vetëm unë që po i drejtohem punonjësit, personit, individit që kam përballë. Okej? I fshim nga mendja këtë situata. Në këtë moment, kur unë i drejtohem me kaq mirësjellje, a ka ndonjë mundësi që ky person të reagoj keq ndaj meje? Ke të drejtë të kuptoj që je i shqetësuar, të kuptoj që je i lodhur, e kuptoj se çfarë do të thotë të kesh probleme, sepse edhe ky i kishte. Shpresoj që të gjejmë një zgjidhje. Më thuaj për çfarë bëhet fjalë, si ka qenë e gjithë rruga që ti ke ndjekur dhe çfarë problemi mundem unë që të zgjidh, çfarë kam unë në dorë. A është kjo një situatë plus? Okej, është një plus këtu dhe një plus këtu, nga të dyja palët, ka mirë kuptim. Një nga ato situatat, nga këto që neve i kishim, okej, ishin minuse, munges pozitiviteti, munges mirë kuptimi, çfarë do lloj mungese, çfarë do lloj problemi është munges e dritës, munges e paqes, munges e mirësisë. Prandaj lindin problemet. Për të mos i shtuar këto minuset që janë të ndara, nuk janë minuse dhe minus do bëj plus, okay? Pra janë të ndara, thjesht shtohen minuset. Atëherë në momentin kur neve thash ndahemi nga këto situata dhe thjesht reagojmë në mënyrë të qytetëruar, në mënyrën se si do donim neve që të na reagonte ky personi tjetër, atëherë neve po shkojmë me mendje dhe me vizionin për të zgjidhur problem, jo për të krijuar më shumë probleme. Dhe një nga këto minuse tashmë u bë një plus. Unë marr një aspekt më pozitiv timin. Pse? Sepse unë zgjodha që të kem një situatë e cila është e barabartë në të dyja anët me shenjë pozitive. Pra, a është e shëndetshme ky komunikim që unë po bëj si nga ana ime, ashtu edhe si po i drejtojmë këtij personit. Dhe e njëjta gjë mund të jem ky personi, a është situata e duhur, mënyra që unë do t'i përgjigjem këtij qytetarit, a është mënyra e duhur që unë përfitoj, por edhe qytetari përfiton, pra a është një win-win situation. Janë situata të cilat neve nëse mundet të marrim atë kohën për veten tonë, të pastrojmë mendjen tonë, të largojmë problemet e përditshme në momentin që kemi persona që kanë ndjenja përballë vetes, që kanë një ego për të shëruar, që kanë të njëjtat situata, të njëjtat probleme, një lloj si neve, a do donim neve që të ishim të mirë kuptuar nga persona të cilët neve po i drejtohemi për hallin që kemi? E njëjta gjë duhet që të ndodhi edhe nga cila do situatë që neve përfshihemi. Një herë mund të jemi ai që kërkojmë ndihmë dhe një herë mund të jemi personi që mundet të ndihmojmë dikë. Mënyra se si duhet të reagojmë në të gjitha rastet është situata win-win. Nëse unë do t'i përgjigjem këtij personi, a është një situatë win-win apo unë do dal mbi këtë person dhe ky person do ulet poshtë dhe unë do ndihem fitimtare, por ndërkohë i kam bërë një të keqe shumë të madhe egos time, vetes time dhe nuk e kam shëruar. E njëjta gjë, okay, situata tjetër kur neve ndihemi poshtë dhe që ndihemi të kërcënuar nga personi tjetër, nuk është një situatë win-win. Kërkoni gjithmonë situatat win-win.
win. Përdorni filtrin tuaj win-win. Nëse do ta diskutoja këtë në aspektin shpirtëror, pra çfarë ndodh në aspektin shpirtëror, neve na hiqet një peshë nga vetja jon, vim me disa ngarkesa në këtë jetë, disa i marrim rrugës dhe neve ngarkohemi shpirtërisht dhe mundohemi që të gjejmë çlirimin ton duke i bërtitur personit tjetër, por kjo nuk është rruga e duhur. Duhet gjithmonë të kemi parasysh që në cilën do situatë neve të reagojmë në mënyrën win-win. Dhe çfarë bën kjo realisht në aspektin shpirtëror tashmë, jo vetëm në pjesën e ndërgjegjes kolektive të shoqërisë. Kjo na pastron, na heq një peshë, një nga ato minuset neve na e bën plus. Okej, është mënyra e vetme për të kthyer situatat negative në ato pozitive dhe kujt i shërben kthimi i një situate negative në pozitive? Ne. Vetes tonë. Së pari duhet që të ndikoj tek vetja jonë. Së pari kam thënë që duhet të mendojmë në veten e parë, duhet që të dimë se çfarë të kërkojmë, çfarë të përmirësojmë tek vetja jonë dhe gjithçka që neve na bën të ndihemi mirë me veten, do bëj edhe personat e tjerë mirë. Do kenë një shembull për të marrë, do kenë një personazh i cili mundet të referohen, pra mundet ta mbajnë në mendje që shiko, ky person më mësoi që është në dritë. Çfarë do të thotë të jesh në dritë? Çfarë do të thotë të jesh pozitiv? Kush i merr të gjitha përfitimet e një personi i cili është pozitiv? I merr vetë ai person. Atëherë pse të mos bëhem si ky person? Sa më shumë persona të tillë të kemi që ndjekin dritën, ndjekin paqen, të ndjekësh modelin e profetëve. Nuk ka shembull më të mirë se sa profetët që Zoti ka sjell. Mund të jeni çfarë do lloj besimi, nuk ka lidhje besimi juaj, secili besim e ka një profet. Secili profet është munduar që të sjellë dritën e Zotit. Është munduar që të tregoj se kush është modeli i një personi të lumtur. Gjithçka ka lidhje në këtë botë, e shkuara, e ardhmja, e tashmja. Mund t'ju shpjegoj në çfarë do lloj shembulli, çdo gjë është e lidhur, mund të marrim shembull nga çfarë do lloj origjine të mundshme dhe mund të biem të gjithë në të njëjtën pikë, pra, që është kërkimi dhe të jesh si drita. Të jesh fiks si drita. Kush janë tiparet e dritës? Tiparet e dritës janë paqja, të mos kërkosh që dikush të pëlqej. Gjithë puna është e brendshme. Nëse juve rregulloni pjesën tuaj të brendshme, problemet tuaja të brendshme, ato cënimet edhe ato peshat që juve mbani në veten tuaj, ato guralecët që ju hyjnë në këpucë, nëse juve do merrni kohën edhe mundimin edhe vullnetin për t'i hequr dhe për të larguar këto gjëra të cilat na e pengojnë dritën. Pra nëse unë do vendos tani dorën para dritës, unë do kem hije. Okej? Dhe nëse unë e heq dorën nga drita, do të thotë që unë këtë dritë kam këtu. Drita është gjithmonë aty, gjithmonë në përjetësi ka qenë dhe do të jetë aty. E vetmja gjë që duhet të rregullojmë është të heqim këto pengesat, këto perde të cilat neve kemi në vende të ndryshme të egos ton, të shpirtit ton, në mënyrë që neve do rrezatojmë më pas për veten ton në radhë të parë që duam të rrezatojmë dhe duam që të gjejmë paqen dhe më pas për personat e tjerë kushdo që të na ndjeki modelin e një personi që kërkon dritën dhe që bëhet si drita, merr tiparet e dritës dhe normalisht do ndriçoj edhe vetë. Në videot e mia dua që t'ju jap shembuj sa më konkret, shembuj sa më të prekshëm, situata të cilat neve përfshihemi çdo ditë dhe të paktën të marrim mësimin prej tyre. Më shumë dua që t'ju shpjegoj me shembuj konkret se sa t'ju flas në teorira, edhe pse teoria ka pjesën e vet, por është 10%. Pjesa e praktikës është pjesa më e rëndësishme, pjesa e shembujve që juve në momentin kur ju keni atë aha moment, pra e kuptova se çfarë do të thotë, e kuptova pse po e thot këtë gjë dhe po është e drejtë. Këto aha moment janë momentet në të cilat njeriu e heq një nga ajo perdja, një nga ajo pengesa që nuk e lejon dritën që të hyj tek vetja e vet, tek shpirti i vet. Do doja që të bëni një subscribe dhe bëni sa më shumë like në këtë video në mënyrë që të shpërndahet sa më shumë personave, të japim një mundësi që të shohin këto mësime dhe nëse arrin që të përthitin diçka është shumë mirë, pra edhe një pjesë të vogël të jetës së vet të ndryshojnë, të egos së vet, ta thyejnë edhe të lënë që të hyj drita, aq më mirë do jetë për të gjithë neve së bashku. Kështu që do doja që të jepni sa më shumë like dhe sa më shumë komente për situatat tuaja të përditshme ose ku keni juve nevojë që ta diskutojmë. Gjithashtu do doja që të bëni të follow edhe në TikTok, sepse shumë shpejt unë do hyj live në TikTok edhe do doja me shumë dëshirë që
të përballesha me problemet e gjithë secilit prej jush në mënyrë që të diskutojmë, ta vendosim në një temë diskutimi se si mund të jenë zgjidhje të cilat unë i mendoj më të mira. Duhet të jetë një person nga populli që të kuptoj popullin e vet, të kuptoj se ku janë ato gjaknxetësitë, ku janë ato problemet që neve kemi si kombë, pra marr një farë frymëzimi për kur kuptoj që po, dua që ta bëj këtë për popullin tim, dua që të lëj një shenjë për popullin tim, sepse jemi vërtet njerëz që ja vlejmë shumë nga gjithçka që neve kemi kaluar. Ja vlejmë pafund, edhe dua patjetër kemi një bisedë në të njëjtën kohë, njëkohësisht edhe të mundemi të trajtojmë disa nga temat më të përfolura dhe që akoma nuk gjejnë shërim. Ju përshëndes, qys!